shkojmë direkt në gatimin tjetër, që unë sapo e përmenda pak më përpara, që thash oshmar. Oshmari, çfarë përmban, çfarë përbërësish na duhet për përgatitjen e oshmarit, recetës tjetër tradicionale, dhe nuk mund t'i largohem kësaj arome fantastike, meqense ishim te petalet e qytetit trëndafilave, një liker trëndafilash. Ndërsa oshmari, sipas traditës përmetare, ka këto përbërës: 500 gram miell, 1000 ml ujë vluar, pra 1 litër ujë të vluar, gjalp të tretur, në varësi të sasisë që u doni ta ketë brenda yndyrën, krip dhe djath të bardhë. Pra miell, ujë, krip dhe djath të bardhë. Të shohim tani procesin se si do të gatuhet receta. Tani unë mora dhe vendosa ujë të ngrohtë direkt. Po, që të vlojë më shpejt. Do të shtoj masën e kripës, Edhe kjo është në pjekje apo përfundon në tenxhere? Jo, pa pjekje. Okej, nuk është në pjekje. Kripën në ujë të vluar. Duhet pra ujë që të zjej. Në momentin që ngrohet, patjetër që do kemi shtimin gradualisht të miellit. Sikurse në fund fare do kem gjalpin, gjë që edhe gjalpin e tretur dhe djathin që do thërmohet. E lëm pak sa që shpejt të bëhet. Mielli është miell gruri, ëh? Mielli është miell gruri. Patjetër që mund të përdoret, dhe të them vetë është miell që është për pica. Sepse nuk ka ketë miell specifik për të gjitha gatimet, miellin për pica. Shumë mirë mund të përdorim edhe miellin e imët të mistrit. Po le të jetë në ngjyrën e bardhë. Po. Ka dhe them vazhdimisht dhe im shoj gjithmonë të rezistime që ka krahina të ndryshme që e përdorin sipas familjeve që kanë gatuar në shtëpi. Edhe sipas mundësive, edhe në zonat e fshatit, patjetër që kanë patur djathin ose flas për dikush ka gjizën për shembull, pashme dhe e ka përgatitur me gjizë. Pra është gjithmonë në varësi të floku që ka i cikon, shumë dalë se e ka flokun me mirë në rregull. Oshmari ka baza kryesore, sigurisht mielli, djathi dhe yndyra. Gatimet tradicionale kanë qenë gjithmonë miell, përbërës. Miell, gjalpi, mishin. Okej, na zi ujin se na kanë mbetur edhe pak minuta më shumë për ta përgatitur oshmarin. Duhet të japim një vlim në mënyrë që të shtohet pastaj edhe mielli, të trazohet dhe gjatë trazimit do sigurisht do të bëhet një lloj brumi, jo si ai i reshedis, është një brum tjetër ku i shtohet djathi dhe gjalpi. Kaq produkte janë. Recetat tradicionale janë recetat të cilat nuk kanë kosto, po kanë shumë dashuri dhe shumë shije, nuk kanë shumë përbërës, po kanë një larmishmëri shijesh. Pak më herët e hodhëm ne për ta treguar, të demonstruar recetën e oshmarit dhe më pas do ta vijojmë bisedën në një tjetër kënd për të folur për më gjerë dhe në nivel studimor për gjithë atë aset kulturor që zona e Përmetit na. Në fillim fare, tek mielli merreni miellin dhe siteni. Gjë që shikoni që është, po, shikoj e kam situr. Do të shtoj, të lutem në iki lug, dua të më shtosh miellin këtu. Nuk shtohet e gjithë sasia e miellit, bëhet një brum mos u aty në fund të tenxherës. Pjesën e miellit këtu, sepse do kaloj në e punuar. Trasohet me kujdes, vetëm mos digjesh, sepse është shpatull kuzhine, prandaj dhe nuk merr formën e duhur, lëviz forma e silikonit. Tjetër, po e shtoj më mirë avash se na ndihmon më shumë për të njësuar, të mos patur derisa s'ka që du punot me dorë, që kështu. Mendosh që në ato kazanët, në ato tenxheret, në ato gatimet në zjarë, në ato lugët e gjata të drurit, me ato duart. E lëm deri këtu një herë, sepse fillon edhe vështirësohet gjendja.
e largoj nga nxehtësia. Tani ka qenë si do punohet kjo në tryez? Super, i shtojmë edhe? Pra, e punoj mirë edhe këtu, nuk është çështja. Duke e larguar nga nxehtësia, patjetër, duke e larguar nga nxehtësia, më pas unë do të shtoj yndyrën, gjë që e kaloj në lug-lug në një pjatë. Në lug-lug ose fundja, e shtroj në një pjatë, që të marrim një pjesë të vockët. Duke e shoqëruar me djathin sipër të thërmuar. Bukur. Pra e shtojmë pak yndyrë. Një pjesë të vockël në pjatë dhe shtoj masën e yndyrës që unë e kam tretur. Gjithë ky gjalpi këtu tani duhet, sepse gjalpi e ha këtë ushqim. Ne të krijojmë idenë për anësave tona. Në këtë minutë që na ka mbetur, formojmë edhe djathin. Është një proces i lodhshëm, çdo punë do të razim. Patjetër që janë visat që e gatuajnë e din. Do kohë mjaftueshëm që të bëhet gradualisht, por siç e shihni, pjesa e brumit duhet të jetë e tillë. Okej. E hedhim në pjatë një pjesë Albana, si thua, të tregojmë pak a shumë idenë. Patjetër. Do të jetë më e trash. Jo, është më. Opa, shikoja. Kjo më duhet derisa të filloj. Niki, tani, unë e hedh direkt, një sekond, jo, vetëm ti të... Këtu stop. Opa. Ja. Të laj pak duart. Thërmohet sipër djathi, ndërkohë reshedis do t'i lëmë edhe pak kohë të marrja të faqen e kuqërem siç duhet dhe më pas serviret e ftohtë. Djathin sipër oshmarit, nëse doni përsëri pak yndyrë, është një recetë që, pak ndoshta për zonjat, për familjet përmetare që do të dalin më pas të punojnë në kopshtin edhe të tresin në gjithë kalori që do marrin tek pjata, pa dyshim që janë të lidhura njëra me tjetrën, edhe gatimet, edhe forca e punës, në mënyrë që të ekuilibrojmë njëra tjetrën. Dhe sasia e yndyrës dhe me këto 3 receta të përmetit, ne do t'ju përshëndesim nga kuzhina, me këtë pamje të oshmarit, do t'i keni në kanalin ton në YouTube Reze Dielli, ndërsa bashkë do të shihemi pas pak për të folur për aspektet të tjera të kulturës dhe të traditës përmetare. Të lumshin duart Albana. Faleminderit. Unë ju pres pas pak, mos u largoni.